Unë jam kolonel Gjenti Bardhi, zëvendës shefi i shtabit për mbështetjen dhe njëkohësisht përfaqësues i lartë kombëtar në operacionin ushtarak ndërkombëtar KFOR Prishtinë. Jam nërkolonel Peramara Zëvendës, komandës rajonale perëndimore KFOR PEI Kosovë. Jam nërkolonel Vladimir Pica, komandant i kontingentit 18 OD në misionin e NATO-s në prezencën përparëmor të NATO-s në Letoni. Unë jam major Rinat Maloku me detyrë komandant i kontingentit të 6 në Novoselo, Bullgari. Unë jam kapiteni i rangut 3, Edi Omani, komandant i kontingentit 10 në misionin e NATO-s në BBG. Unë jam nën kolonel Elton Beçoku, pjesë e misionit të NATO-s në Bagdad, Irak. Unë jam nën kolonel Eglantina Lubonja, me detyrë aktualisht specialiste për logjistikën në misionin e Sudanit të Jugut. Unë jam nën kolonel Artur Loka, me detyrë përfaqësues në misionin 1 vjeçar të forcës shumëkombëshe vëzhguese në Sinai, Egjipt. Jam nën kolonel Olger Koroveshi, përfaqësues i lartë kombëtar në EUFOR dhe njëkohësisht oficer shtabi për mësimet e nxjerra në këtë shtab. Unë së bashku me nën kolonel Vladimir Jahupen përfaqësojmë forcat armatosura në komandën e NATO-s për mbështetjen dhe trajnimin e Ukrainës. Unë jam major Alban Hallaj, komandant i kontingentit të 2 të Farsit me mision në Norfolk, Mbretëri të Bashkuar. Është kënaqësi e veçantë për mua të jemi së bashku këto momente për t'ju përshëndetur dhe për t'ju uruar nga zemra gëzuar festat. Uroj që viti që vjen të jetë i mbar dhe i begat, jo vetëm për ju, por edhe për familjet tuaja. Atmosferat festive dhe të gëzuara kërkojnë që t'jemi së bashku, por juve ju ka gjetur larg familjeve tuaja, por me një mision të rëndësishëm. Ju jeni në krye të detyrës dhe në shërbim të adeut, në shërbim të paqes, të sigurisë dhe lirisë. Ju mbani lart flamurin e Shqipërisë dhe ne ndjehemi krenar për shërbimin tuaj. Angazhimi juaj, siç u përmend këtu, nga Kosova, Bosnjë-Hercegovinë, në Bullgari, Letoni, Detin e Gje, Irak, Sinai, Sudanin e Jugut dhe në strukturat për mbështetjen e Ukrainës janë dëshmi e qartë e angazhimit dhe përkushtimit të Shqipërisë ndaj paqes dhe sigurisë, jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë. Paqja dhe siguria nuk kanë çmim dhe garantimi i tyre duhet jetë i domosdoshëm. Ne do të vijojmë të shtojmë kontributet tona në misione dhe operacione jashtë vendit dhe patjetër do të jemi pjesëmarrës kudo ku aleanca të kërkojë. Marrja e komandës së batalionit shumëkombës të rezervës operacionale të KFOR-it për vitin 2026 është dëshmi e qartë e përkushtimit tonë ndaj mbrojtjes kolektive, ndaj paqes, ndaj sigurisë. Shpreh bindjen se drejtimi i kësaj strukture të rëndësishme do të jetë një tjetër arritje e forcave tona të armatosura. Edhe njerë, ju uroj gëzuar festat, shëndet dhe mbarësi për ju dhe familjet tuaja. Faleminderit shumë për shërbimin tuaj. Zoti bekoftë Shqipërinë dhe forcat e armatosura.